Kur të mësoni çfarë kuroj në bamjet, nuk do mendoheni dy herë për t'i konsumuar. Në mjekësinë popullore, lëngu i bamjes dhe vetitë e tyre konsiderohen jetësore për një sër komplikacionesh. Ky lëng është veçanërisht efektiv në trajtimin e luhatjeve të sheqerit, kolesterolit të lartë dhe gjithashtu edhe problemit të veshkave. Kjo perime e veçantë ofron mira përfitime për shëndetin dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e tyre në mënyrë të rregullt. Sipas të dhënave, një gotë nga lëngu i bamjeve do të ofrojë 2 gram protein, 21 mg vitaminë C, gjithashtu edhe 80 mikrogram folat, 3 gram me fiber, 7.6 gram karbohidrate. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mënyra e konsumit të bamjes është e larmishme. Bamjet mund t'i skuqni, t'i zjeni, t'i kaurdisni ose t'i bëni gjithashtu edhe turshi. Përfitimet shëndetësore që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme në rritjen e vlerave të shëndetit. Nëse konsumohen bamje rregullisht, mund ta mbani kolesterolin në nivele të shëndetshme. Bamjet kanë aftësinë të ulin nivelin e sheqerit në trup. Bamjet ulin nivelin e glukozës që merret nëpërmjet ushqimit ose ndikon në sistemin tretës. Fibrat që gjenden te bamjet ndihmojnë në lëvizjen e zorrëve dhe parandalojnë fryrjen, konstipacionin, por edhe diarren, si thon WebMed. Bamjet ndihmojnë në zbutjen e shenjave të astmës, fuqizojnë sistemin imunitar me vitaminën C dhe antioksidant. Bamjet janë shumë të dobishme edhe në parandalimin e sëmundjeve të veshkave. Dëgjoni rekomandimet për përdorimin e ujit të bamjeve sipas WebMed. Si të përgatisni lëngun e bamjeve për të ulur nivelet e sheqerit në trup. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete mund të jenë vërtet të thjeshtë, dhe ndikimi i tyre në organizmin tuaj do të jetë gjithashtu më efektiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për këtë ju duhen 4 bamje të freskëta të lara dhe 1 filxhan çaji me ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Hiqni majat dhe bishtat e bamjeve. Pastrojeni me kujdes dhe vendosini ato në një enë me ujë. Mbani bamjet në ujë për gjatë gjithë natës dhe shumicën e ushqyesve të bamjes, të cilët e gjeni te lëkura ose farat, do ta përthithni uji. Dhe kështu përfitimet që do të keni do të jenë vërtet mbreslënse dhe gjithashtu do të lehtësojnë komplikacionet tuaja. Përdorimet të tilla të bamjeve do të jenë vërtet efektive edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve të cilat mund të ndikojnë në rritjen e komplikacioneve të trupit. Lagni pijet në mëngjes me stomakun bosh pothuajse 30 minuta përpara se të hani vaktin e parë të ditës. Kështu përdorimi i bamjeve mund të nxjisë një organizëm të jetë më i fortë, më i shëndetshëm dhe të mbajë larg komplikacionet. Përdorimi i bamjeve në receta të ndryshme mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Gjithashtu bamjet janë një nga perimet më shëruese në planet dhe vlerat që ato do të ofrojnë në mbrojtjen e organizmit do ta kthejnë atë në një nga produktet fantastike më ushqyese për mbrojtjen e shëndetit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato gjithashtu zakonisht hahen të skuqura ose edhe në supa me mish dhe bamjet quhen gumbo, ndërsa në disa vende përdoret si zhvendësues i proteinave të kafshëve. Gjithashtu, pse duhet të hani bamje në dietën tuaj? Ato mund të cilësohen si një reduktues shumë i mirë kundër kolesterolit të keq. Duke dhënë rezultate mjaft të mira ushqyese në këtë aspekt, bamjet mund të jenë një ushqim shumë i mirë në betejën kundër problemeve të kolesterolit. Bamjet ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq edhe mund të parandalojnë problemet e arteriosklerozës. Bamjet do të ndihmojnë në trupin tuaj gjithashtu edhe në shtatzëni edhe në progresin e fetusit. Bamjet ndihmojnë në parandalimin e një ciklit jo normal të lindjes, nxisin zhvillimin e tubave nervore të fetusit dhe parandalojnë gjithashtu dëmtimet e tyre, duke siguruar kështu një mburojë më të mirë edhe për nëna shtatzana, për një lindje sa më efikase dhe për një fetus më të shëndetshëm. Ato çrregullimet të problemeve mund të mbahen në kontroll. Bamjet janë një ushqim fantastik që ndihmojnë edhe kundër problemeve të astmës.
Ato mund të zvogëlojnë në kohëzgjatjen e manifestimeve dhe shfaqjen e këtyre shqetësimeve të astmës. Gjithashtu, bamjet mund të përmbajnë element ushqyes të vitaminës C dhe antiinflamator dhe antioksidues që ndikojnë drejt për së drejti në këtë aspekt. Përdorimi i bamjeve mund të ulë riskun e komplikacioneve në zorrën e trashë. Bamjet pastrojnë traktin e zorrës së trashë me fibra të patreqme dhe zvogëlojnë riskun kolorektal. Ato forcojnë dhe ndihmojnë në sigurimin e sistemit imunitar dhe tretës nga problemet që mund t'i kanosen atyre. Ndaj nëse doni që të keni gjithashtu edhe një sistem më të mirë të tretjes dhe të mos vuani nga problemet e zorrës së trashë, bamjet mund t'jenë një zgjidhje produktive për të shtuar në dietën tuaj. Bamjet mund të stimulojnë sistemin tuaj imunitar dhe të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Ndaj nëse doni të përmirësoni këtë efekt, konsumojeni ato si duhet. Bamjet janë të pasura me fibra. Bamjet ndihmojnë në rregullimin e sistemit tuaj tretës. Falë fibrave që ato përmbajnë dhe elementëve të ndryshëm ushqyes, do të ndikojnë pozitivisht në sistemin tuaj tretës dhe do të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tyre. Ndaj në këtë rast mund të kthehen në një element mjaft të mirë ushqyes. Konsumi i bamjeve në dietën tuaj do të ofrojë proteinë cilësore në mbrojtjen e elementëve të trupit. Burimi i mahnitshëm i përfitimeve të proteinës varion edhe nga elementët bimor. Cisteina, avancuar dhe aminoacide si tripofani dhe aminoacide të tjera, përmbajtjet e shufurit dhe acidet që përmbajnë farat e bamjeve, mund të luajnë një rol pozitiv në ndërtimin e masës muskulare të trupit. Bamjet gjallërojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të flokëve. Bamjet janë gjithashtu një zbutës i shkëlqyer i flokut, pasi zbusin gjithashtu zbokthin mora dhe ndihmojnë në tharjen dhe acarimin që i japin flokut tuaj një shkëlqim që i kishte munguar prej kohësh. Bamjet janë gjithashtu mjaft të mira kundër dobësimit dhe lodhjes. Ato janë një produkt fantastik edhe në rast se vuani nga shqetësimet e kapsllëkut. Bamjet janë të pasura me fibra, ndihmojnë në përthithjen e ujit dhe bllokimin e kolesterolit dhe toksinave dhe substancave ngjitëse të tyre, të cilat nxjerrin jashtë trupit edhe elementet të dëmshëm përmes feçeve. Për shkak të përqindjes së madhe të ujit dhe mbajtjes së zorrës së shëndetshme, ato parandalojnë kapsllëkun dhe fryrjet e barkut. Bamjet përmbajnë nivele mjaft të mira të prebiotikëve dhe probiotikëve. Bamjet lehtësojnë përhapjen e probiotikëve dhe ndihmojnë në prodhimin natyral të vitaminës B. Bamjet janë një ushqim shumë i mirë edhe për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit. Bamjet do të ndihmojnë dukshëm në rregullimin e luhatjeve të glukozës. Lloji i fibrës që gjendet te bamjet, përkatësisht eugenoli, ndihmon në rregullimin e glukozës dhe kontrollin me shpejtësinë me të cilën sheqeri kalon nëpërmjet traktit të zorrës. Bamjet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të konsumuar në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Ato do të lehtësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut në organizëm. Bamjet ndihmojnë në strukturën e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe në funksionin më të mirë të enëve të gjakut. Ato përmirësojnë gjithashtu edhe sistemin e frymëmarrjes. Nëse doni të keni një frymëmarrje më të shëndetshme dhe një aparat respirator që mund të mos vuajë gjatë kësaj periudhe, bamjet, falë vitaminës C që e përmbajnë me sumicë, do të ndikojnë pozitivisht në këtë aspekt. Ndaj, mund t'i konsumoni ato në formën dhe në mënyrën e duhur për të ndikuar pozitivisht edhe në sistemin tuaj të frymëmarrjes. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja këto produkte fantastike me elementet e tyre ushqyes, gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të trupit. Bamjet janë një zgjidhje fantastike për shëndetin e përgjithshëm. Ekspertët i cilësojnë ato si një nga produktet më të kënaqshme ushqyese. Ato parandalojnë obezitetin, falë fibrave ju ndihmojnë në mirëmbajtjen e sistemit tuaj tretës, edhe kundër grumbullimit të yndyrnave. Bamja, e cila ndihmon në relaksimin dhe tretjen, lehtëson gjithashtu edhe dhimbjet e stomakut. Bamja është një produkt fantastik për të pasur vitamina dhe element ushqyes për shëndetin tuaj të kockave. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.